Habit mjeku, jashtë atë arsyet pse duhet të pini kafe çdo ditë. Shumë njerëz këshillojnë se përdorimi i kafes është i dëmshëm dhe deri diku kanë të drejtë, por nëse ajo përdoret në sasinë e duhur, atëherë do të zbuloni sa benefite ka në trupin tuaj. 1 ose 2 filxhan në ditë janë të këshillueshme për të gjithë. Kafja ndihmon në reduktimin e dhimbjeve muskulore pas ushtrimeve fizike. 1 filxhan përmban 1,8 gram fibra të panevojshme për organizmin tuaj. Mbron shëndetin e mëlçisë nga sëmundje si për shembull ciroza. Redukton rrezikun e të prekurit nga diabeti. Redukton rrezikun e të prekurit nga sëmundja e Alzheimer. Lufton depresionin dhe të gjithë ata të cilët pinë kafe janë më të mbrojtur nga sëmundja e Parkinson.